Ma interesante që ka ndodhur në këtë rast është ndërhyrja e tij për ta liru Necmuddin Erbakanin, rahmeti pa shpëtit, njëri prej figurave kyçe politike në Turqi. Se ju na gjithë e dim se do thotë Turqia ka pësuar shpesh herë grushtet ushtarak, edhe në një prej grushteteve ushtarak ka qenë i burgosur Necmuddin Erbakani, si politikan domethënë pro-islamik që ka qenë në Turqi. Edhe i vjen lajmi që i mbazit se është burgos një, do thotë një dietar, një shkencëtar, edhe një shërbetor i fesë islame, është mirë me intervenu disi për me liru prej burgut. Edhe i tregojnë, thotë, domethënë komandantët ushtarak, generalet ushtarak që kanë bërë grushtet ushtarak, ata kanë komunikim të mirë sepse janë të njëjtë shkollë me disa pushtetarë të Pakistanit. Edhe Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala i flet ambasadorit saudit në Pakistan, që ai i fole kryetarit të Pakistanit që ka qenë ish general ushtarak, e ai general ushtarak të ndërhyje tek generali turk që ta lirojnë nga burgu Erbakani. Edhe kështu ka ndodhur, domethënë hatri i Sheikh Ibn Bazit rahimullahu taala ka ndodhur që domethënë të lirohet nga burgu ka ndërmjetësuar për ta liruar një aktivist islamik, një njeri që ka shërbyer domethënë edhe fen, po edhe vatanin e vet për një burgosis pa drejtë që është bëu atij. Kjo është një shembull se gjithmonë ka pas fitnexhi për marrëdhëniet arabe-turke mi Prishtinë. Sheikh Ibn Bazi ka qenë model i cili si ka këshirë të mohabet hiç. Atij ka interesuar. Domethënë as si ka interesuar botkuptimi i njerit. As mëdhëbi i tij. Thotë vetëm disa ka interesuar. A është njeri i drejtë? A është njeri në shërbim të kauzës? A është njeri në shërbim të vendit vet? Këto gjëra ka interesuar.